të ban namazin. Që ta qysh e ban, a për sunshti, a në kama, a rata, me temuma, pa temuma, nuk ka kjo më rëndësi. Ashtë më rëndësi, me thonë o Zot, që unë jam para teje. Nuk kjo ashtë më rëndësi. Bindja, se ti je, dhe thot para Zotit ta. Ama nëse mendi ka, atëre jo bon të obligim në namazin. Dhe thot dhe me falë. Shtrinj, hunç, me mendim, dhe thot veç me syja. Që shtrinj për shembull, çish me fal namazin nëse je shtrinj? Ha? Çish me fal namazin? Çashtu për strat japtan. Allahu Ekber. Kryesori atij e ki në menën tonë elhamin. E ki kulu vallahin, e ki rukuin, e ki me thot jam të rën ruku. Do thot ti pa lëvizje për shembull, apo ton ama me men, do thot ti të bën ruku. Në çat gjendje çka mundesh ti me mallum Allahin dan, çat gjendje më thon. Për fat keq, që tu për shembull shumë njerëz që falin namaz, ka të herë harrojnë me bën namaz. Për çka? E din sono. Sebepi pastërtisë. Po dhe. Se për shembull rifit ja kanë nu ndani gyp, apo ton me urinu, e marrësh. Ose për shembull s'ka mujt me bën nevojën, ose Suliman Gasna ato. Thot i pa pastër jam. Po jam i pa pastër. Sun bot kabull të namaz. Ama ka një rregull na përket librat. Sahibul uzr i thonë. Do thotë njeriu i cili është me uzër. E njeriu që është me uzër, do thotë në fillim kohës, merr një abdes, mos e tek thirr në fund vaktit është me abdes. Ju prish. Apo të abdes. E ç'kto është problemi, çka për shembull që të rregulla si kallzojnë na për xhamia. E kur si kallzojnë na për xhamia masanela, thotë jo valla, jam i pa pastër s'po falna. Apo i pastër të është për ata shka ka mundësi, ama ti shka s'ki mundësi, falë që ashtu që shie i pa pastër të apëtan. Qatë gjendi shka i me gjaka, me zavoja, me shura, në falë shpreja, me senet dhe thot, që shie që ashtu e falë dhe thot namazin. Për shka? Pse je sahibil usër. Allah i ta din gjendin tonë, apëtan. Po, Allah i ka qef, apëtan, ti mi thonë, o Zotën e këto jam. E bërësh. Që për para, për shemë, kina shku na ushtara, apëtan. Edhe nuk ka thonë në rëndësi që shie, veç kur ka thonë ai zborti, dëshmukon ati. Ai i kompletuma, si e i kompletuma, ai ki ka ishet ari, ki i kundra të se ki, kryesoria ti e konë në zbar, apitan. Ashtu që edhe njeri ju dhe thot dhut për medal për para kryusit vetë, apitan. E s'ka shumë herë medal, 5 herë ka medal. Edhe që të 5 herë, apitan, 2 reqati i kanë sabah, 4 reqati i kanë drek, 4 reqati i ka një kindi, 3 reqati i ka në aksham, 4, si mos t'jesh edhe për që ka qatë si e për përgjajsh. Shumë mirë që e ceke, se shumë vetën nuk e, si të mos të këto pak më shumë, nuk e fali namazin, se kujtojnë që janë të pa pastër. Gjënohat që ata e kanë, se pe pa pastërtis, a i e banë pe imanit, ama e ka gabim. Po inshallah Zoti ja falë atin dhe neve. Amin. Krejtë.